إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, prej tij falje për gabimet tona kërkojmë, atë që udhëzon Allahu askush nuk ka mundësi ta devijoj, dhe atë që lën Allahu në humbje askush nuk ka mundësi ta udhëzoj pas tij. Salatet, selamet, përshëndetjet tona më të përzemërta qofshin pejgamberit ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi shokët e tij besnik dhe mbar besimtarëve të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit Muhammed deri në ditën e gjykimit. Fjala më e mirë është fjala e Allahut subhanahu wa taala në Kur'an, dhe udhëzimi më i mirë, më i plot, më i përsosur është udhëzimi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Çdo shpikje është risi në fe dhe çdo risi është në kundërshtim me sunetin, me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ato janë të urrejtura në fen ton, sepse çdo risi e dërgon njeriu në zjarr të xhenemit. Adhurimi i pastër është vetëm adhurimi që ka caktuar Allahu Azza wa Jall në Kur'an dhe pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nëse adhurohet Allahu Azza wa Jall sipas Kur'anit dhe sunetit, ky adhurim është i pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. E nëse jo, padyshim që nuk është i pranuar tek Allahu. Të nderuar vëllezër të dashur besimtar, këtë hutbë do të flasim rreth një çështjeje të rëndësishme që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh e ka lutur Allahun subhanahu wa taala për këtë çështje. Ajo është, në gjuhën arabe i thënë afia, përndryshe mirëqenia, rahatia. Mirëqenia, rahatia, sigurimi, shëndeti. Gjitha këto fjalë i ka ky kuptim i fjalës pra el afia. Të nderuar vëllezër besimtar, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ju është dhënë besimtarit ndonjë dhunti më të madhe pas dhuntisë së imanit, sesa mirëqenia, rahatia. Andaj, lutni Allahun subhanahu wa taala për mirëqenie. Erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Abbasi, axha i tij, i tha, ma mëson një lutje me cilën lutje do t'i drejtohem Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, kërko pe Allahut Azza wa Jall mirëqenie. Pas disa dite u kthye te pejgamberi sa i tha, ma thuaj edhe ndonjë lutje. Përsëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, kërko mirëqenie, rahati prej Allahut Azza wa Jall në dinin tënd, në imanin tënd, në fen tënde. Vëllezër të dashur besimtar, kjo është një dhunti e madhe te Allahu Azza wa Jall që nëse i jepet njeriut, do të jetë i rahatshëm këtë dynja, do të jetë i rahatshëm tek Allahu, do të jetë i rahatshëm në familjen e tij. Andaj është një dhunti prej Allahut Azza wa Jall, siguria, rahatia. Rahatia shpirtërore, rahatia në fe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë lutje këtë lutje ja drejtonte Allahut Azza wa Jall në mëngjes dhe në mbrëmje, ku kërkoj ke pejgamberi alayhis salam për Allahut Azza wa Jall që o Zot, më jep mua mirëqenie. Mirëqenie në dynja dhe në ahiret. Më jep mirëqenie, shëndet dhe rahati në fen time. Në dynjan time, në këtë botë, më jep shëndet dhe rahati dhe begati. Më jep shëndet dhe begati, mirëqenie në familjen time, dhe më jep shëndet dhe begati në pasurinë time. Kështu të luste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këto 4 gjëra.
mirëqenie, rahati në din, mirëqenie, rahati në familje, mirëqenie, rahati në pasuri, mirëqenie, rahati në ahiret në botën tjetër. Pra, në dynja edhe në ahiret, është lutje gjithë përfshirëse. Shumë prej dietarëve thonë nuk ka lutje më të mirë tek Allahu dhe më e plotë se sa kjo lutje. Me kërku prej Allahut Azza wa Jall në dynja edhe në ahiret me shpëtim. Edhe me kërku shpëtimin e Allahut Azza wa Jall në fenë tënde, në dynjan tënde, familjen tënde dhe në pasurinë tënde. Kur t'i jepet bereqeti Allahut Azza wa Jall një robi, ai padyshim që do të jetë i kënaqur me atë që i ka nda Allahu subhanahu wa taala. Do të jetë i kënaqur me fenë e tij. Andaj o vëllezër, mos e neglizhoni këtë lutje, sepse kjo lutje përfshin rahatin fetare, mos devijimin fetar, përfshin rahatimin dhe shpëtimin nga brengat e kësaj bote, nga fatkeqësitë e kësaj bote, përfshin bereqetin në familje dhe përfshin po ashtu furnizimin dhe bereqetin në pasuri. E lutim Allahun Azza wa Jall të na udhëzojë në rrugën e drejtë dhe të na i falë mëkatet. E qulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salatu wa atammu at-taslim ala nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall, salatat dhe selamet e dërgojmë pejgamberit ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur besimtar, mirëqenia në fe nën kupton të jesh i udhëzuar sipas Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e mos të devijosh. Është mos të ngatërohesh në mëkate në harame, mos të futesh aty ku të ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Mbrojtje, kërkim mbrojtje dhe mirëqenie në trup, në shëndet, në energji, në mbrojtje nga sëmundjet e ndryshme, qofshin ato sëmundje të dukshme apo të padukshme. Mirëqenia në familje është harmonia familjare, mirëkuptimi, dashuria e tjerë. Dhe mirëqenia në pasuri është që pasurinë e fituar të harxhosh me halal, ta fitosh me halal dhe të harxhosh në halal. Që Allahu Azza wa Jall përmes pasurisë tënde që ti të shpërblehesh e mos të bësh mëkat Allahut Azza wa Jall me pasurinë. Kjo është pra prej mirëqenieve që Allahu Azza wa Jall i jep njeriut në pasurinë e tij. Dhe po ashtu mirëqenia në shoqëri, të jesh i sigurt, të jesh rahat, mos të kesh frikë. Kjo është prej dhuntive të Allahut subhanahu wa taala për të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë dua. Andaj o vëllezër të dashur besimtar, mos të ndalemi duke lutur Allahun subhanahu wa taala me këtë lutje. Lutja është e njohur për ata të cilët i kanë lexuar këto lutje, e që sot është shumë lehtë sepse çdo kush kemi telefonat të mençur edhe i shkarkoni lutjet nga mburoja e muslimanit. Dhe lexoni këto lutje në mëngjes dhe në mbrëmje, që të na pranojë Allahu Azza wa Jall këto lutje dhe të jemi të bereqetshëm dhe ti shfrytëzojmë dhe ti përdorim këto mirësi të Allahut subhanahu wa taala që të na furnizojë Allahu Azza wa Jall me këto mirësi. Shpesh besimtarët, njerëzit, për shkak mirësive që i kanë, nuk din me i vlerësu. I ka dhënë Allahu Azza wa Jall dhunti, nuk din me shfrytëzu. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dy dhunti shumë njerëz janë mashtruar në to. Ajo është shëndeti dhe koha e lirë. Pra, kur e ka shëndetin, nuk din me shfrytëzu, me adhuru Allahun subhanahu wa taala, me madhuru Allahun Azza wa Jall, me fitu halal.
Dhe kur e ka kohën e lirë, nuk e shfrytëzon kohën e lirë për të mësuar për fenë Allahut subhanahu wa taala, për të mësuar për namazin, për të fituar sevape, për të fituar shpërblime. Andaj, kur ti hum këto mirësi, i kujtohet atë të kisha qenë më i shëndosh, po të kisha qenë i ri, të kisha mësu për fenë Allahut, e të kisha bërë atë, e të kisha bërë këtë, kur kam qenë më i lirë dhe kur kam qenë më i shëndosh. Andaj o vëllezër, mos na bëjnë mëkatet neve, mos na bëjnë neglizhimi dhe lëshimi që mos t'i shohim këto mirësi të Allahut azza wa jall. E kemi shëndetin ta falenderojmë Allahun subhanahu wa taala. E kemi fenë ta mbajmë fenë Allahut azza wa jall. Mos të devijojmë, mos të futemi në harame, mos të futemi në dyshime që e prish njeriu fenë e tij. Allahu na ruajt, Allahu na uzoft. Aqulu qawli hadha wastaghfiru lakum wa aqimus salat. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.